Nada Daulja dhe është një nga kandidatet më cilësore që ne kemi në ekipin ton, dhe së dyti më solli një emocion shumë të veçantë prania këtu e doktor Kosta Koçit. Doktori në fakt mbetet një figurë e nderuar në qytetin e Vlorës dhe veçanërisht te radhët e ne demokratëve, pa diskutim pasaj dhe prania që doktori e mziu si një nga kuadrot e Partisë Demokratike në arrit një në krah dhe në gjitha fushatat tona. Ne këtë takim e konsiderojmë pjesë të prezantimit të programit të Partisë Demokratike dhe e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, pasi shëndetësia është një nga problemet, një nga shtyllat e zhvillimit të shoqërisë dhe njëherëzi për fatin ton të keq është dëshmi evidente e keqeverisjes të këtij sekti. U fol në 2013 për shëndetësinë falas, u fol për reforma që do bënte, po në fakt të gjitha rezultuan pseudo reforma, apo të thënë ndryshe, reforma me një sens negativ për të grabitur qytetarët shqiptar përmes sistemit të koncesioneve që ai ndërtoi. Sistem të cilin Partia Demokratike me të ardhur në pushtet do ta zhbëj dhe do të vendosi përpara përgjegjësisë ata që kanë abuzuar me të. U pretendua që në 2013, kur Partia Socialiste mori pushtetin, për të pasur shëndetësi falas. Dhe kjo shëndetësi falas nuk u prek asnjë ditë, asnjë moment nga askush nga ne. Shumë më shumë lekë të harxuara për shërbimet shëndetësore dhe shumë më pak shërbime të marra kundrejt pacientëve. Kjo është një fatkeqësi. Na ka prekur prapë të gjithëve si profesionist largimi i mjekëve të rinj, sepse shumica e mjekëve që kemi mbaruar së bashku ende në përbot. Një pensionist apo qoftë një qytetar i thjesht i cili ka një problem shëndetësor që do të ekzaminohet me ekzaminime laboratorike, nuk i kryen dot ato, sepse çdo gjë është kthyer në biznes dhe në koncesione. Shëndetësia të kthehet tek qytetarët. Do të dyfishohen pagat e mjekëve dhe të infermierëve, do të dyfishohen numrat e shtretërve, për fajt të drejtuesve të spitaleve rajonale në qytete të caktuara, të cilët kanë larguar me apo pa dëshirë shumë profesionistë nga spitalet për të shërbyer pacientëve. Punë e barmave është një nga problemet shumë madhore në shëndetësi. Problem tjetër shqetësues pjesëmarrja në shërbim e njerëzve të specializuar, të kualifikuar. Vitet e regjimit socialist ka një regres të jashtëzakonshëm që mund të krahasohet me vendet e botës së tretë, si nga medikamentet, si nga rezultatet, si nga subvencionet. Me programin e Partisë Demokratike është një kthes rrënjësore. Në këtë gjendje ai bën tallava, ai tallet me këtë popull, tallet plotësisht, e them me kompetencë mjekësore. Fjalori i tij është një fjalor i papranueshëm nga ana humane, nga ana kulturore, nga ana njerëzore. Nuk e meriton populli shqiptar të ketë këtë gjendje skandaloze të mjekësisë. Dhe si konsumator i kësaj mjekësie që kemi në Shqipëri, mund të them dhe unë atë timen, në sensin që ne jetojmë këtu, jetojmë në qytetin ton, por marrim vesh dhe dëgjojmë edhe lajmet dhe ngjarjet që ndodhin edhe në qytetet të tjera dhe në kryeqytet, dhe sidomos në ato që pretendohet të jetë ajka e mjekësisë shqiptare, pra në qendrën spitalore Nën Tereza. Shohim dhe dëgjojmë për korrupsionin galopant që ka mbërthyer mjekësinë shqiptare, që nga kreu i saj, profesionistë të mirë si ju mund ta gjejnë vetëm në programin e Partisë Demokratike.